Përshëndetje, shenja e ujorit. Kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Gjendja juaj nis me yllin. Kjo është karta juaj shpirtërore, karta e shpresës, e shërimit dhe e besimit. Ju jeni në një fazë ku pavarësisht gjithçkaje që ka ndodhur, nuk e keni humbur dritën e brendshme. Shpirti juaj ende beson, ende shpreson, ende kërkon kuptim më të lartë. Ka ndjesi se jeni duke u shëruar nga diçka e vjetër, nga dalë dhe butë. Pastaj vjen faqa e kupave dhe këtu shfaqet fëmia i brendshëm. Ju ndjeni më shumë, jeni më të ndjeshëm, më të hapur emocionalisht. Mund të merrni një mesazh, një shenjë, një fjalë që ju prek. Është një energji e pastër naive, por shumë e sinqertë, dëshirë për të ndjerë pa frikë. Me mbretin e shkopinjve ka ndjeshmëri që kthehet në fuqi. Ju filloni të ndiheni më të sigurt, më vizionar, më të vendosur. Nuk jeni më vetëm duke ëndërruar, jeni gati të veproni, të udhëhiqni, të merrni drejtimin e jetës suaj. Kjo kartë mund t'ju përfaqësojë ju ose ndonjë shenjë tjetër zjarri në jetën tuaj. Dhe në fund 5 kupat, këtu del hija emocionale. Pavarësisht shpresës dhe fuqisë ka ende një keqardhje, një mall, një dhimbje që nuk është shuar plotësisht. Mund të jetë për një situatë të kaluar, një person ose një version të vjetër të vetes. Është karta e trishtimit të heshtur. Kalojmë në familje. Në familje energjia hapet me 7 shpatat. Këtu ka diçka që nuk thuhet hapur. Mund të ketë sekrete, shmangje, ose thjesht ndjenja që mbahen për brenda. Dikush nuk po flet plotësisht të vërtetën. Ose ju, ose dikush në familje, ose po përpiqet të mbrojë veten duke mos u hapur, nga frika se mos ekspozohet. Pastaj kemi mbretëreshën e kupave dhe kjo e zbutet atmosferën. Kjo është karta e dëmshurisë dhe e kujdesit emocional. Tregon se në familje ka një figurë shumë të ndjeshme, që kupton, që fal, që përkrah. Është energji mëmësore, e butë, e thellë, e ndjeshme. Me 8 monedhat shfaqet përpjekja. Familja ose ju po punoni për të rregulluar gjërat hap pas hapi. Nuk është proces i shpejt, por ka vullnet për përmirësim, për investim në marrëdhënie. Dhe në fund kemi 9 shpatat. Kjo është karta e ankthit dhe e shqetësimit psikologjik. Tregon se pavarësisht përpjekjeve dhe ndjeshmërisë, ka ende stres, frikë, mendime që mbajnë zgjuar natën, por që jo me patjetër janë një realitet objektiv. Kalojmë te dashuria, ku energjia fillon me vdekjen. Kjo është karta e mbylljes së madhe. Një cikël sentimental përfundon, një lidhje, një mënyrë e vjetër e të dashuruarit, një iluzion. Pra, nuk është humbje, është transformim i domosdoshëm. Diçka duhet të vdesë që diçka tjetër e re të lindë. Pastaj vjen 4 shpatat dhe kjo është pauza. Ju tërhiqeni pak, pushoni emocionalisht, reflektoni. Nuk është moment veprimi, por moment shërimi. Zemra juaj ka nevojë për qetësi pas transformimit me kartën e vdekjes. Dhe me diellin vjen drita. Kjo është karta e gëzimit, e lumturisë dhe e ngrohtësisë. Tregon se pas mbylljes dhe pushimit, dashuria kthehet në formë shumë më të shëndetshme. Ka potencial për gëzim të pastër, për ndjesi fëminore, për dritë reale. Dhe në fund faqa e shpatave. Kjo është karta e kureshtjes dhe komunikimit. Ju filloni të pyesni, të flisni, të eksploroni. Mund të ketë një person të ri ose një komunikim të ri në lidhje ekzistuese. Është fillim psikologjik, fillim kureshtje, fillim strategjie disi dhe vëzhgimi. Mund të jetë edhe një histori e re që sapo fillon dhe vëzhgohet me kujdes. Kalojmë tek puna, ku në punë historia e kësaj jave, pra energjia e kësaj jave hapet me 3 kupat. Kjo është karta e bashkëpunimit dhe e gëzimit profesional. Ju ndiheni mirë me kolegët, me ambientin, ose të paktën ka energji pozitive, mbështetje dhe ndarje idesh.
Më pas kemi magjistarin dhe kjo është karta e fuqisë krijuese. Ju keni aftësi, ide, mjete për të krijuar diçka të re. Është moment shumë i mirë për iniciativa, projekte, prezantime, komunikim. Ju jeni në një fazë ku mund të manifestoni realitetin që ju dëshironi vërtet. Me kartën e 8 kupave shfaqet largimi emocional. Kjo kartë tregon se edhe pse gjërat duken mirë, diçka nuk ju mbush më shpirtërisht. Mund të ndjeni se një rol, një projekt ose një ambient nuk ju përfaqëson më. Është një ndjesi e tipit dua diçka më kuptim plot. Dhe në fund, 2 shkopind. Kjo është karta e zgjedhjes së drejtimit. Ju jeni në prag të një vendimi profesional. 2 rrugë, 2 vizione, 2 mundësi. Është moment ku duhet të shikoni përtej të tashmes dhe të pyesni veten, ku dua të jem më vonë? Kalojmë te Prism Oracle ku kemi strength, forca. Kjo kartë nuk flet për forcë fizike, por për forcë emocionale dhe shpirtërore. Tregon se ju këtë javë po mësoni të jeni të fortë, pa qenë të ashpër, të qëndrueshëm, pa qenë të mbyllur, të guximshëm, pa qenë impulsiv. Ky është mesazhi për ju. Paçim!